Letra e dytë e apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve. Pali, Silvani dhe Timoteo, kishës së Thesalonikasve që është në Perëndin, atin ton dhe në Zotin Jezus Krisht. Paqir dhe paqe nga Perëndia aty ynë dhe nga Zoti Jezus Krisht. Ne e kemi për detyrë të falenderojmë gjithnjë Perëndin për ju o vëllezër, sikurse është fort e drejtë, sepse besimi juaj po rritet shumë dhe dashuria e secilit prej jush për njëri tjetrin po tepron. Aq sa ne vetë po krenohemi me ju që në kishat e Perëndis, për qëndresën tuaj dhe për besimin në të gjitha përndjekjet dhe vështirësitë që ju hiqni. Ky është një dëftim i gjyqit të drejtë të Perëndis, që ju të çmoheni të denjë për mbretërinë e Perëndis, për të cilën edhe vuani. Sepse është e drejtë nga ana e Perëndis t'u jepet mundim atyre që po ju mundojnë, kurse juve të munduarve të preni bashkë me ne, kur Zoti Jezus Krisht të shfaqet nga qielli me engjëjt e pushtetit të vet, në një zjarr flakërues, për t'u akmarrë kundër atyre që nuk njohin Perëndi dhe të atyre që nuk i binden ungjillit të Zotit ton Jezus Krisht. Ata do të ndërshkohen me shkatrim të përjetshëm, larg nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e fuqisë së tij. Kur ai të vijë atë ditë për të qenë i lavdëruar në shenjtorët e vet, për të qenë i admiruar në mes të atyre që kanë besuar, sepse dëshmia jon tek ju besua. Edhe për këtë, ne vazhdimisht po lutemi për ju që Perëndia ynë t'ju bëjë të denjë dhe për këtë thirrje dhe për të përmbush me fuqinë çdo qëllim të mirë dhe veprën e besimit, që të lavdërohet emri i Zotit ton Jezus Krisht në ju dhe ju në te, sipas hirit të Perëndis, son dhe të Zotit Jezus Krisht. Kapitulli 2. Ju lutem o vëllezër, lidhur me ardhjen e Zotit ton Jezus Krisht dhe me tubimin ton me te, të mos lejoni që menjëherë t'ju prishet mendja ose të trazoheni as prej fryme, as prej fjale, as prej ndonjë letre gjoja të shkruar prej nesh, thua se ja, erdhi dita e Krishtit. Askush të mos ju gënjej, kurse si, sepse ajo ditë nuk do të vijë pa ardhur më parë renja dhe pa u shfaqur njeriu i mëkatit, i humbjes, biri i humbjes. Kundërshtari, ai që lartëson veten mbi çdo gjë që quhet Perëndi ose objekt adhurimi, aq sa të shkoj e të rri në tempullin e Perëndis si Perëndi, duke e paraqitur veten se është Perëndi. A nuk ju bie ndërmend se kur isha akoma ndër ju a pata thënë këto gjëra? Tani e dini atë që e ndalon atë që të shfaqet vetëm në kohën e vet. Misteri pa udhësisë në fakt është tashmë në veprim, duke pritur vetëm që të hiqet nga mesi ai që e ndalon tashti. Atëherë do të shfaqet ky pa udhë, të cilin Zoti do ta shkatërroj me hukatjen e gojës së tij dhe do ta azgjësoj me të dukurit e ardhjes së tij. Ardhja e atij të paudhi do të bëhet me anë të veprimit të Satanit, bashkë me çuditëra, shenja dhe mrekullish të rreme. Dhe nga çdo mashtrim ligësie për ata që humbin, sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. E prandaj, Perëndia do t'u dërgojë atyre një gënjim që do t'i bëjë të gabojnë, që t'i besojnë gënjeshtrës, që të dënohen të gjithë ata që nuk i besuan së vërtetës, por përfaqësuan ligësinë. Por ne duhet ta falenderojmë vazhdimisht Perëndin për ju o vëllezër të dashur. Për ju o vëllezër, sepse Perëndia ju zgjodhi që në fillim për t'ju shpëtuar me anë të shenjtërimit të frymës dhe të besimit në të vërtetën, tek e cila ju thirrri me anë të ungjillit ton që të arrini të merrni lavdinë e Zotit ton Jezus Krisht. Prandaj vëllezër, qëndroni dhe mbani porosit që mësuat me anë të fjalës ose me anë të letrës son. Dhe vetë Zoti jon Jezus Krisht dhe Perëndia aty ynë që na deshi dhe na dha me anë të hirit një ngushëllim të përjetshëm dhe një shpresë të mirë, ngushëlloft zëmrat tuaja dhe ju forcoft në çdo fjalë dhe punë të mirë. Kapitulli 3. Më në fund o vëllezër, lutuni për ne, që fjala e Zotit të përhapet me të shpejtë dhe të lavdërohet porsi ndër ju. Dhe derisa të shpëtojmë nga njerëzit e çoroditur dhe të këqinj, sepse jo të gjithë kanë besim. Por Zoti është besnik dhe ai do t'ju forcoj dhe do t'ju ruaj nga i liku. Dhe ne kemi besim për ju, tek Zoti, se gjërat që ju porositëm
po i beni dhe do t'i beni. Edhe Zoti i drejtov zëmrat tuaja te dashuria e Perëndis dhe te qëndrueshmëria e Krishtit. Dhe ju porosisim o vëllezër në emër të Zotit ton Jezus Krisht, që të largoheni nga çdo vëlla që ecën i çrregullt dhe jo sipas porosisë që keni marrë prej nesh, sepse ju e dini vetë se si duhet të na shërbeni, sepse ne nuk u sollëm në mënyrë të çrregullt midis jush, dhe nuk kemi ngrënë falas bukën e ndonjërit, por punua me mundimet sfrilitje ditë e natë që të mos i beheshim barr askujt prej jush. Jo se ne nuk e kemi këtë të drejtë, por për t'ju dhënë ne vetë një shembull që ju të na imitonit. Në fakt, kur ishim në mes tuaj, ju porosisnim për këtë, se po që se ndonjë nuk do të punoj, as të mos haj. Në fakt, dëgjojmë se disa prej jush që ecin në mënyrë të çrregullt nuk bëjnë asgjë dhe merren me gjëra të kota. Këta i porosisim dhe i bëjmë thirrje në Zotin ton Jezus Krisht që të hanë bukën e tyre duke punuar shtruar. Dhe sa për ju vëllezër, mos u lodhni se beni të mirën, së beri të mirën. Dhe në qoftë se dikush nuk i bindet fjalës son në këtë letër, shënojeni atë dhe mos u shoqëroni me të që ai të turpërohet. Por mos e mbani atë si një armik, po këshillojeni si vëlla. Dhe vetë Zoti i paqes ju dhënë të vazhdimisht paqe në çdo mënyrë. Zoti qoftë me ju të gjithë. Të fala dhe shëndet janë nga dora ime, nga mua, Pali, dhe kjo është një shenjë në çdo letër prej meje. Unë shkruaj kështu. Hiri i Zotit ton, Jezus Krisht, qoftë me ju të gjithë. Amen, amen, amen. Dhe unë e shpall, hiri i Zotit ton, Jezus Krisht, qoftë me ty që e dëgjon këtë letër. Në emrin e Jezusit. Amen.